themi mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Për të më suportuar që t'ju bëj video sa më të bukura, në qoftë se dëshironi, më bëni një thank you dhe një zemër të vogël poshtë videos. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Në këtë moment që po shikoni këtë video, mendoni personin tuaj të zemrës. Çfarë mendon ai person për ju në këtë moment? Pra, çfarë mendon personi juaj i zemrës në këtë moment që ju po shikoni këtë video? Do të merrni një lajm të shpejt nga ky person. Ky person do të sjellë një lajm shumë të shpejt. Ky është një person magjik, një person i kompletuar, dhe juve ju shikon si një yll polar në univers, si një perspektiv që i ndriçoni jetën e tij. Hëna e plot tregon që jeni në një lidhje të fshehtë dhe pak të komplikuar, por gjërat do të përmirësohen. Kjo hënë juve ju mbron me dritën e saj dhe njerëzit negativ që keni përreth i verbon. Jeni të mbrojtur nga një angjëll mbrojtës që ju largon gjithë njerëzit negativ. Mashkulli juaj, personi juaj i zemrës, tek ju shikon atë pjesën e ekuilibrit, pjesën e qetësisë shpirtërore. Dhe pse ju jeni e dyzuar në këtë histori dashurie, largoni fashën që keni të syt dhe i flisni intuitës tuaj të brendshme, atij zëri të brendshëm, fëmijës tuaj të brendshëm që keni brenda vetes tuaj, për të marrë përgjigjen e duhur. Shumë shpejt në jetën tuaj, ky person mendon t'ju sjellë paqen, qetësinë e munguar, harmoninë, gëzimin, lumturinë. Ju të dy jeni falenderues dhe shumë mirënjohës universit për këtë shtëpi paqësore që ju ka sjellë në jetën tuaj. Universi, për këtë shtëpi që ju ka sjellë atë gjën e munguar në jetën tuaj. Ju keni hedhur themelet forta për të ndërtuar këtë paqe, këtë shtëpi paqësore. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërmë? Me gërmën R, me gërmën C, D, R, gërmën S, Y, gërmën P, H, gërmën I, E, N, L, M, gërmën Zh, F dhe gërmën U. Kurse me shenjat e horoskopit mund të më rezonoj me Dashin, me Luanin, me Britjapin, me Mbigjereshën, Peshqit, me Shigjetarin, me Akrepin dhe me Demin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.